Shekh Ibn Bazi rahimahullah se dietarët janë trashëgimtarët e profetëve, i kanë trashëgu profetët në përcjelljen dhe mësimdhënien e kësaj fesë. Ne kemi dëgjuar të gjithë hadithin ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam el ulama warathatul anbiya, dietarët janë trashëgimtarët e profetëve. Në çfarë kuptim janë trashëgimtarë të profetëve dietarët? Në aspektin dhe kuptimin e përcjelljes së mesazhit, do thonë Kuranit dhe Sunnetit, dhe ligjerimit. Këtu janë trashëgimtarë. Dhe nuk janë trashëgimtarë në mosgabueshmërinë dhe shpalljen që u ka ardhur pejgamberëve. Do thonë dietarët nuk janë të pagabueshëm dhe dietarëve nuk u vjen shpallje. Pejgamberëve u ka ardhur shpallje. Pejgamberët janë të pagabueshëm në përcjelljen e mesazhit. Kurse dietarët u ndodh gabim. Ndodh, domethënë që me gabu dietari. Dhe atit nuk i vjen shpallje. Do thonë çfarë kuptim janë ato trashëgimtarë atëherë? Trashëgimtarë në përcjelljen e fesë Allahut subhanahu wa taala te njerëzit. Me u mësu njerëzve fenë Allahut subhanahu wa taala. Në këtë kuptim domethënë janë ata trashëgimtarë të profetëve. Janë trashëgimtarë domethënë të profetëve.